Të nderuar bashkëqytetar, të nderuar vëllezër dhe motra, më lejoni t'i përshëndes liderët e Vlenit, zotri Mexhiti, zotri Arben Fetaj, zotri Zekiri, dhe në veçanti përshëndes njeriun që ja ktheu shkëlqimin tetovës, zotri Bilal Kasami. Shkëlqim i cili u humb 20 vitet e fundit derisa BDI ishte në qeveri. Të nderuar të pranishëm, këta zgjedhje nuk është garë vetëm për kryetar komunësh. Këta zgjedhje janë zgjedhje që përcaktojnë vendin tonë çfarë kahje politike do të merë. Këtu i kemi burrat që janë simbol i ndryshimit, simbol i zhvillimit ekonomik, simbol i qeverisjes së ndershme. Andaj, ne si nana, sidomos juve ju drejtohem, të dashura nëna, motra, që duam më të mirën për fëmijët tanë, që duam të sigurojmë një jetë të sigurt, ku do të ketë punë, do të ketë arsim, do të ketë zhvillim, që të rinë fëmijët tanë këtu, që mos të shkojnë larg në mërgim, ashtu si që bëni BDI për 20 vite, ta votojmë Vlenin, ta votojmë Bilal Kasamin në raundin e dytë, dhe ta vullosim fitoren e Vlenit dhe një herë për gjithmonë t'i themi jo zullumit që e patëm për 20 vite. Na prifte mbara, dalim dhe votojmë Bilal Kasamin dhe Vlenin në 2 nëntor.